Ndahet nga jeta në moshën 52 vjeçare i peshqit dioqezës së Sapës, Imzo Simon Kulli. Nga sa mësot i peshqi Kulli ka besuar arrest kardiak me mëngjesin kësaj të shtunë. Simon Kulli lindi me 14 shkurt 1973 në fshatin Piso të dioqezës së Sapës. Fshat ky 20 km nga Shkodra, shkollën fillore të mesme e kryen në fshatin Pisull me 2 shkurt 92, hyrën në seminarin ndërdioqezian shqiptar Zoe Këshillit e Mirë në Shkodër dhe kryen 2 vite para përgatitje për fillimin e studimeve filozofike dhe teologjike. Në vitin 94 fillon studimet e filozofisë, pas 2 viteve në 96 fillon studimet e teologjisë, ndërsa me 14 shtator të vitit 99 shugurohet diakon në katedralën e Shkodrës. Gjatë periudhës së diakonatit, nga shtatori deri në janar të vitit 99, shërbeu në katedralën e Shkodrës me famultarin Dom Lucian Avgustini dhe nga janari vitit 2000 deri në qershor shërbeu në dashit të Zotrimës me Dominjas Dema Vikari, generali i dioqezës. Me 29 qershor të vitit jubilar 2000, shugurohet meshtar në katedralën e Shkodrës bashkë me 4 meshtarë të tjerë shqiptar, nga imzot Angelo Masafra. Këta ishin shugurimet e para meshtarake që u shuguruan pas 46 viteve të regjimit komunist në Shqipëri. Pas shugurimit meshtarak, Menjeru emërua në dashit të Zotrimës dhe shërbeu si ndihmës famultar pranë Monsinjor Injas Demës, e njëkohësisht ishte sekretari i peshqit të dioqezës së Sapës në atë kohë. Imzo Dot Gjergjit në dajt shërbeu nga vit 2000 deri në 2002. Në vitin 2002, Dom Simoni emërohet kancelar dioqezan i Sapës. Prej vit 2006 e deri në ditën e sotme ushtroi detyrën e famultarit të katedralës së Shën Tereza e Kalkutës në Vaudejes. Nga viti 2001 deri në vitin 2012 kreu detyrën drejtorit të Caritas dioqezan të Sapës, po nga viti 2010 deri më 25 maj ushtroi detyrën e delegatit të Caritasit dioqezan si edhe detyrën e vikar gjeneral dhe ekonomit të dioqezës së Sapës. Me kalimin në amshim të i peshqit Imzot Lucian Avgustini me 25 maj 2016, Dom Simon Kulli zgjedh nga Këshilli i Konsultorëve Administrator Dioqezan i dioqezës së Sapës.